kundër projektit? Në fakt unë jam dhe pro projekteve dhe pro demonstratave. Pra këto kanë një marrëdhënie në mes tyre. Projektet janë gjithmonë të mirë se ardhura dhe askush nuk është kundër tyre, por projektet duhet të kenë qartësi, duhet të kenë diskutime publike, është që ju jeni pro demonstratave, ata sillin transparenca sjell zhvillim. Pikërisht pra. Pra nuk mund të bëhen biseda, si të them, të shehta dhe në fund të dalim para akteve të kryme para qytetarëve për projekte të ndryshme ku nuk ka qartësi. Dhe pikërisht kjo është shkaku pra pse janë krijuar këto paqartësi dhe në Shqipëri, mandej edhe demonstratë. Sa jeni informuar atje, ju dhe pjesa tjetër, normalisht diaspora jashtë, por këtu të paktën ne jemi të qartë deri në pikën që ky është një projekt që i ka vendosur fytyrën dhëndri dhe vajza e zotit Trump, fondet janë nga Katari, ka i dim pakën për momentin, edhe që ka akoma nuk ka projekt, po ka një rrjedhë zhvillimore. Po qartë, do të thonë, e para që kjo çështja me dhëndrin e Trumpit thjesht, pra me Kushnerin dhe sidomos dy vëllezërit Kajat, pra diskutohet që një kohë gjatë, pra jo vetëm në Shqipëri. Në fakt që të them që zoti Jared Kushner është bërë njohur që me diskutimet rreth çështjes së Kosovës dhe Serbisë, pra deri më atëherë nuk ishte ndonjë fytyrë njohur. Dhe problemet tjera të cilat në shumë gazeta të jashtme, si të Amerikës, si të Londrës që janë lidhur me të dhe me vëllezërit Kajat po flas. Dy vëllezërit Kajat pra janë dy biznesmen të fuqishëm në fusha të ndryshme të energjisë, turizmit e tjera, me kapitale marramendse dhe vinë me origjinë nga Siria. Pra, është përfolur në mos të madhe se bie fjala pranimi i Sirisë tani nga ana amerikanëve dhe heqja sanksioneve dhe mbi të gjitha pranimi i një ish terroristi si një burr shteti është bërë kryesisht pra me ndërhyrjen e këtyre dy vëllezërve. Tani rrjedhimisht është bërë dhe ndërlidhja në mes të këtyre dy vëllezërve dhe familjes së Trumpit, mandej ka edhe aktorë të tjerë rreth projekteve të ndryshme miliarde. Është përfolur një projekt i cili është 12 miliardësh në Siri, pastaj përfolen projekte në Ballkan, në Shqipëri, Serbi dhe Kosovë për të armën, që ende nuk ka detaje dhe ende nuk flitet sakt, por tani që kjo që filloi në Shqipëri pra është pak a shumë e qartë, pra investitorët, pra Jared Kushner, që të them, paret kryesore i kanë nga fondet sovrane të Arabisë Saudite, të Katarit, të Emirateve të Bashkuara. Do të thonë, biznesmenët thjesht, kurdo që u duhet atyre, nuk u pengon as feja, nuk u pengojnë as ideologji të ndryshme, pra bashkohen fare lehtë. Leko nuk ka ngjyrë. Absolutisht, dhe në këtë kontekst, do me thonë si them ndoshta pak në mënyrë simbolike, thuhet që edhe monarku Franco i Madh, pra Karli i Madh, kishte vizituar kalifin Al-Rashid në kohën e tij dhe kishte bujtur me net të tëra në pallatet e tij, kishte bërë qefet e tij, mandej thuhet se edhe ishte falur dhe ishte lutur. Pastaj thuhet se edhe 1000 netet arabe dulen nga kjo shtëpi, por që pastaj shumë kohë më vonë pra kishte ndodhur dhe lufta mes kryqëzatave dhe islamistëve. Pra këta kur u shkojnë interesat e tyre ekonomike, bëhen bashk, por në atë moment që prishën interesat e tyre ekonomike, do t'i fusin të veçlit në luftë, njëri kundër tjetër në urrëtitje më të madhe. Tani e thash në mënyrë simbolike, por edhe vizita e Trumpit në shtetet arabe kishte të bëjë me këtë, në Arabinë Saudite e tjera, pra me që arabët e konsideronin një armik Iranin, pra dhe sidomos shiizmin, pra dhe kjo luftë dhe të gjitha këto ka një ndërlidhje me këtë çështje, por tani jem te fusha e investitorëve. Pra thjesht Jared Kushner nga bisedimet e Kosovës dhe nga këto ngjarje që ndodhen në të regionin, pra është bërë njohur dhe sigurisht nga këto fonde që i përmenda unë.
Dhe nëse ka diçka të drejtë Edi Rama në këtë punë, atëherë me që me vonesi tha po shikoni, ju në keni as Kur'an e as dini as iman, sepse këtu janë investitorët musliman. Ai ka drejt, jo vetëm që janë investitorët musliman, por financues kryesor janë ata dhe të Xharet Kushnerit. Pra, në këtë pyetje kështu pak ndoshta pak edhe ironike e bëra përgjigjen, por ka shumë të vërtetë në këtë çështje. Këto elementet fetare të tjera aty antisemite më the të thash si keni parë? Shiko, tani e kanë futur për këtë gjyllurdin aty apo e shikoni tani dorë me të vërtet nga pas? Parimisht unë thash se përkroj çdo demonstrat. Mbi gjitha përkroj demonstratat e të rinjve, të cilat nuk kanë ngjyrë politike. Që ka kaotizëm në to, shihet qartë që ka sepse nuk kanë një trup udhëheqëse. Ne e dim nga demonstratat e tëllët e nishit e Knena në Kosovë. Disa i kanë thujë se i ka organizuar Serbia, ka pas parolla spontane të grupeve që nuk jo kanë përmbajtur rregulla e tjera. Ajo që më ka irritu mas shumëti janë disa postime të shokëve të mi, të cilët kanë parë për shembull një përfaqësues të Islamit politik, i cili thret pra për lirinë e Palestinës dhe kundër Izraelit e tjerëve, që është ndoshta përfaqësues i organizuar, por ka dhe një vajzë atje që del flet e cila s'ka lidhje me këto çështje, pra është një vajzë e cila ka vetëm besimin e vet, dhe tani sidomos nga Kosova ka shumë që postojnë dhe e shohin këtë për shkak të urrëties ndaj një feje tjetër ose ndaj fenomeneve tjera, pra dhe dëshirojnë që të paraqesin gjithçka si organizim islamik, që unë nuk e mendoj që ashtu, edhe pse ka elemente të huaja në te, dhe kjo pastaj mendoni në protestë? Unë mendoj se si në çdo protesta tjera të tilla elementet janë gjithmonë, si nga partitë ideologjike, si nga fqinjet, si nga elementet ideologjike fetare. Tani këto gjithsesi janë aty. Tani është e çuditshme se aktorët e vërtet ideologjik fetar nuk kanë heshtur në këtë punë, se si duket ata kanë ditur diçka. Por tani dalin disa